happy day. Oh, happy day. Mëngjesi, mirë se vini në Happy Day në programin e mëngjesit të Klan Maqedoni. Jemi përsëri bashkë në ditën e fundit të punës, është sot e premte 24 mars, koha për të zgjuar të gjithë ju që duhet të filloni përgjithësitë edhe për të ditë të fundit për ta rrumbullaksuar javën. Është dita e dytë e Ramazanit, jeni agjërueshëm shumica nga ju, kështu që edhe për sot urime dhe pasi është dita e dytë, ende jemi në fillim të agjërim të lehtë të gjithë juve që nuk e keni mundësinë për këtë muaj të pini kafe në mëngjesit pasi po përjetoni sfidën më të madhe të fesë islame. Mirë, sot në program do t'ju sjellim një material që vjen nga Suedia. Na ka sjellur një koleg i cili vjen nga Danimarka, është Adnan Aliti, e keni parë ndoshta më herët, e kemi lidhur her pas here kur ka ndodhur ngjarje me interes kombëtar shqiptar, me interes tonin në Skandinavi. Dhe është lidhur pra gazetari Adnan Aliti për të na raportuar për gjendjen, kështu që kemi bashkëpunuar kohë pas kohe dhe herën e fundit kontaktuam prap mu për këtë materialin që do ta ndjekim sot. Bëhet fjalë për një quiz të diturisë, kështu e ka emrin, quizi i diturisë, i organizuar nga mësimdhënësit e gjuhës anëtare, gjuhës shqipe, të cilët japin mësim në Skandinavi, por jo vetëm, sepse në këtë quiz të diturisë ka marrë pjesë dhe Greqia, pra kanë dhe Austria, Suedia dhe disa shtete të tjera skandinave. Pra është një quiz me karakter mund të themi ndërkombëtar, për të cilin flet Adnan Aliti dhe e përshkruan sigurisht në këtë material që do ta ndjekim sot në program, por që ja do t'ju tregoj edhe unë disa detaje. Sigurisht që kishte karakter garues dhe janë shpallur edhe nxënësit të cilët e kanë fituar këtë quiz të diturisë, i cili ka pasur pyetje kombëtare. Pra pyetje me karakter kombëtar, pyetje të cilat të rit sigurisht që ndoshta dhe kanë pasur sfida për t'ju përgjigjur, por që përveç garës dhe përveç quizit dhe evenimentit që është mbajtur, qëllimi është ende më i madh dhe më fisnik, pra për t'i mësuar fëmijët mërgjimtar, shqiptar, shqip dhe kulturën shqipe, traditën shqipe, informacionet për kombësinë e vet. Dhe kështu pra është zhvilluar, siç thash, ky quiz me këto pyetje, është mbajtur në Suedi në fakt, dhe siç thash ka pasur nxënës të ndryshëm të cilët ndjekin mësimin e gjuhës shqipe, rastësisht pra prej më shumë shkollave dhe më shumë vendeve, dhe siç thash merr pjesë edhe Greqia, Austria, Suedia e kështu me radhë. Shumë bukur për t'i parë këta fëmijë të cilët jetojnë jashtë vendit të vet, jashtë vendlindjes, por që flasin, frymojnë shqip dhe janë shumë të lumtur që janë socializuar me shokë dhe shoqe të njëjtës kombësi. Përgëzojmë mësimdhënësit të cilët kanë ngritur këtë organizim, pra e kanë bërë realitet dhe nesër do ta ndjekim këtu në program për të parë se kush ka fituar te ky quiz i diturisë, të cilat ishin pyetjet në fakt të cilat i parashtroheshin fëmijëve, ishin të vështira, të lehta, sa i dinin në çfarë niveli pra të informimit janë rinia mërgjimtare e sodit. Do ta ndjekim materialin e Adnan Alitit. Falenderojmë edhe një herë që ka punuar për të transmetuar këtë material edhe në televizionin ton. E përveç që do ta ndjekim materialin, do ta lidhim edhe Adnan Alitin drejt për drejt nga Danimarka, ta shohim si është zgjuar Adnani sot, dhe ta tregoj pak më shumë për këtë quiz të diturisë. Pra, a do ketë traditë për të vazhduar, ndoshta çdo vit e kështu me radhë, dhe si mendojnë që ta zhvillojnë idenë e këtij quizit të diturisë, që mua personalisht më pëlqeu shumë si ide. Pra do t'i shohim fëmijët të dashur të mërgjimtarëve tanë, më të dashurit tanë, sot në program. Të shohim, jemi zgjuar në një mëngjes të bukur, për plot diell, me temperatura pranverore, po hajde të prekim pak se si është konkretisht. Në Shkup për momentin shënohen 11 gradë Celsius, është vetëm me diell dhe kështu do vazhdoj gjatë gjithë ditës, e maksimalja temperatura për sot do të shënoj 21 gradë Celsius, kurse minimalja ka shënuar 7 gradë Celsius. Pra sot e kemi një ditë të ngrohtë me temperatura maksimale deri 21 gradë Celsius.
Ja pra parashikimi monti i bukur me diell, siç tham, temperaturat e bukura të larta, pranverore. Do dalemi tani te kalendari historik 24 mars sot, të shohim cilat janë ngjarjet më të rëndësishme nëpër vite. 1933 në ditën e sotme, akti i mundësimit kaloi zyrtarisht në Reichstag dhe Reichsrat. Akti i mundësimit ishte një ndryshim i kushtetutës së Weimar që i dha kabinetit gjerman në fuqi kancelarit, pra fuqin për të miratuar ligje pa përfshirjen e Reichstag. Efekti kombinuar i dy ligjeve ishte për të shndruar qeverinë e Hitlerit në diktaturë ligjore. Ky akt zyrtarizoi diktaturën e Adolf Hitlerit. Akti gabuar. 1944, në ditën e sotme, ndodh masakra e Adriatin. Trupat naziste gjermane vrasin 335 civil italian të pafajshëm në Rom. Kjo masakër ishte një vrasje masive e kryer në Rom nga trupat okupuese gjermane gjatë luftës së dytë botërore, si një hakmarrje për sulmin Via Rasella të kryer një ditë më parë në Romën qendrore kundër regjimit të policisë SS Bozen. Kjo konsiderohet si një ndër masakrat më të mëdha të ndodhura në Itali. 1965, me 24 mars, imazhet nga sonda hënore Ranger 9 transmetohen drejt për drejt në televizionin e rrjetit. Ranger 9 ishte një mision hënor i nisur në vitin 1965 nga NASA. Ajo u krijua për të arritur një trajektore hënore dhe për të transmetuar fotografi me rezolucion të lartë të sipërfaqes hënore gjatë minutave të fluturimit. Këto imazhe u transmetuan drejt për drejt në televizion për miliona shikues në të gjitha Shtetet e Bashkuara. 1969, pas ka lindur në çepan të skraparit Ilir Recep Meta, e pas ka të njëjtin vit me datëlindjen e nënës time. 68-69. Nëse lindi çepan, pra në çepan të skraparit Ilir Meta, politikan shqiptar, ka qenë ministër, kryeministër, kryetari i Partisë Lëvizje Socialiste për Integrim, kryetari kuvendit dhe që më 24 korrik të 2017-s presidenti i Republikës së Shqipërisë. Meta është që prej 15 viteve deputeti i kuvendit të Shqipërisë dhe një nga figurat kryesore politike shqiptare. Ai konsiderohet nga media dhe publiku si krijuesi dhe drejtuesi i polit të tretë në politikën shqiptare. Ishte kryeministër i Shqipërisë prej vitit 99 deri në 2002. Aktualisht Ilir Meta është zgjedhur antar i Komisionit Ndërkombëtar për Ballkanin që drejtohet nga ish-kryeministri i Italisë Giuliano Amato, në përbërje të cilit janë mjaft personalitete të njohura nga BE, rajoni dhe SBA, pak e vjetër kjo. Përveç aktivitetit politik, Ilir Meta ka dhënë leksione në Fakultetin Ekonomik në Universitetin të Tiranës, si dhe në disa akademi dhe universitete në Evropë dhe SBA, si Akademia Evropiane e Berlinit apo Universiteti Harvardit. Shiko. Mirë, pra në 24 mars 69, ditëlindja e Ilir Metës. Jo, mos më thuaj, e në 75, në ditën e sotme ka lindur në Prishtinë Albin Kurti. Kjo s'është e mundur. Një politikan dhe aktivist shqiptar i cili shërbeu si kryeministër i Kosovës prej 3 shkurt 2020 deri në 25 mars 2020, prej janari 2018 është lider i Partisë së Lëvizjes Vetëvendosje, të cilën e themeloi dhe e drejtoi në vitet 2005 deri 2014. Albin Kurti në vitin 2021 është kandidat për kryeministër të Republikës së Kosovës për zgjedhje barakoshme dhe 21 shkurtit bashkë me listën e Vjosa Osmanit. Kurti ka qenë gjithashtu dhe antar i Këshillit Organizativ të Protestave Paqësore dhe të padhunshme studentore për lirimin e objekteve universitare të uzurpuara me dhunë nga regjimi i Miloševićit. Ai ishte njëri ndër udhëheqësit e protestës historike studentore më 1 tetor 1997, e cila u shtyp brutalisht nga policia e Miloševićit. Ai punoi si aktivist në rrjetin e aksionit për Kosovën, ka formuar në vitin 1997 që u ringjall në konferencën Drejtimet e reja të mbajtura në Prishtinë nga 8 deri 13 korriku 2003. Në këtë mënyrë kanë e siguroi vazhdimsinë me anë të një fillimi të ri. Ky institucion ishte lëvizje aktivistëve të rinj që për mision kishin ndryshimet shoqërore dhe krijimin e qytetarisë aktive. Aktivitetet përqendroheshin në 3 fusha kryesore: çështjet e të drejtave të njeriut, dhe drejtësia sociale, arsimi, kultura dhe arti. Kanë përbëhe edhe prej shumë antarëve ndërkombëtar në vend të negociatave të cilat mund të vënë në kompromis lirinë. Lëvizja kërkon që populli i Kosovës të ketë mundësi të vendosë për vetveten si duan të jenë të qeverisur dhe nga kush. Por ky tekst është shkruar përpara se kryeministri të bëhet kryeministër dhe tani Albin Kurti është kryeministër. Dhe kanë ditëlindje në ditën e njëjtë në 24 mars me Ilir Metën. Albini në 75-ën e Ilir Meta në 69-ën.
1977 ka lindur në Sacramento Jessica Chastain, më falni. Chastain është një aktore dhe producente amerikane, e njohur për rolet e saj në filma me tema feministe. Akordet e saj përfshin një çmim Golden Globe dhe 2 nominime për Award Academy. Koha e quajtje atë një nga 100 njerëzit më me ndikim në botë në vitin 2012. Disa nga filmat e saj janë Zero Dark 30, Interstellar, Miss Sloane, Molly Game e të tjera. 1980, në 24 mars, kryepiskopi katolik i El Salvadorit Oscar Romero vritet ndërsa feston meshën në San Salvador. Ai foli kundër varfërisë, padrejtësisë, atentateve dhe torturave në mes të një lufte në rritje mes forcave të krahut të majt dhe atyre të djathtë. Megjithëse askush nuk u dënua kurrë për krimet, hetimet arritën në përfundimin se politikani ekstrem i krahut të djathtë, udhëheqësi i skuadrës së vdekjes Roberto Daudson, ishte dhënë urdhrin për ta vrarë për kryepiskopin katolik. 1999, 24 mars, gjatë luftës së Kosovës, NATO fillon fushatën 8 ditore të bombardimeve ajrore në Jugosllavi. Kjo fushatë do të bëhej për të ndalur vrasjet dhe spastrimin etnik që po u bëhej në një masë të madhe shqiptarëve të Kosovës nga forcat ushtarake dhe policore serbe. Këto bombardime që shkaktuan mijëra të vdekur do të detyronin diktatorin serb Slobodan Milošević që të tërhiqte trupat e tij nga Kosova. Dhe në 2008 është e parafundit, në ditën e sotme, Butani bëhet zyrtarisht një demokraci parlamentare me zgjedhjet e para të përgjithshme. Zgjedhjet për 47 vendet e Asamblesë Kombëtare ishin planifikuar të mbaheshin në 2 raunde. Në raundin e parë, votuesit do të kishin votuar për një parti. Të 2 partitë do të gjenin kandidat në 47 zona zgjedhore. Sidoqoftë, pasi vetëm 2 parti u regjistruan me sukses për zgjedhjet u mbajtën në një raund. E në 2016, në ditën e sotme, ka vdekur në moshën 68 vjeçare Johan Cruyff. Cruyff ishte një lojtar dhe trajner profesionist holandez. Si lojtar ai fitoi Ballon d'Or 3 herë në 71, 73 dhe 74-shin. Ai ishte një eksponent i filozofisë të futbollit, i njohur si Total Football, i eksploruar nga Rinus Michels dhe vlerësohej gjithësisht si një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e futbollit. Dalë mëngjesi është i bukur. Do ta shijojmë ditën për plot me diell dhe ditën e fundit të punës sepse e kemi në prag fundjavën. Por tani do të ushtrojmë me Nitën dhe Majlindën, do të bëjmë aktivitetin e parë fizik të mëngjesit, që sugjerohet sigurisht fort për shëndetin mendor dhe fizik të gjithë neve, sidomos në këtë kohë të tensionuar me stres dhe me kaq kriza e kështu me radhë. Kështu që bëni diçka të mirë për veten, ushtroni për disa minuta dhe pastaj do të kthehemi me lajmet e mëngjesit të shohim se çfarë ka ndodhur në 24 orëshin e fundit. Oh, happy day. Si çdo herë të premteve kemi meditim, por kësaj herë në këtë epizod është një epizod speciale. Këtu afër unë kam një nënë, është Kadria, e cila është farmaciste, është nga rrethina e Shkupit dhe është e martuar në Tetov dhe pret fëmijën e saj të parë. Dhe unë dhe Majlinda sot kemi vendosur të bëjmë disa ushtrime të lehta sigurisht për nënat shtatzëna. Është shumë e rëndësishme që nënat shtatzëna gjatë procesit të shtatzanisë mos t'i ndalin ushtrimet, sepse duhet të konektojmë me trupin ton, sigurisht edhe me bebushin e vogël, por edhe lindjen do ta kemi më të lehtë. Majlinda, ç'kemi? Përshëndetje Anita, përshëndetje Kadria dhe gjithë shikuesve anë banku në ndjekin. Sot do jetë një edicion special, ku do kemi yoga për nënat shtatzëne. Mësafire kemi Kadrien, jemi taku tash së shpejti dhe do i tejkalojmë të gjithë stereotipet ku thuhet se nëna nuk duhet të stërvitet. Është një gabim i madh. Nëna duhet të stërvitet nëse nuk ka probleme gjatë shtatzanisë, nuk kuptohet, nuk ka gjakderdhje dhe nëse është ndonjë tip që asnjëherë nuk është stërvit, atëherë është pakës problematike. Nëse nëna ka qenë deri diku aktive,
stërvitja duhet të jetë vazhdimësia e saj që ka qenë. Sigurisht me rekomandim të mjekut. Nëse ndonjë nënë ka shtazaninë e ndërlikuar, atëherë jo, por për të gjitha nënat që kanë shtazani normale, sigurisht që Majlinda e njeh këtë punë shumë mirë dhe e bën shumë kohë. Po, se unë vetë si non jam stërvit gjatë 2 shtazanive se i kam pas pas një lloj problematike dhe ka shumë benefite nëna kur stërvitet, në krahasim me atë nënë që nuk stërvitet. Fleksibiliteti i shtohet në masë muskulore, lindja është më e lehtë, pastaj ajo mëson edhe disa teknika frymarrjes që pastaj në procesin e lindjes do hyjnë në punë ato teknikat frymarrjes. Majlinda, si që dim ne, nënat tona, ose edhe gjyshet, e kanë atë muhabetin, ne kemi shku me punu te ara, kemi shku në shtëpi, kemi lind dhe jemi kthy prapë në punë. Pse mos bëhemi në atë forta si nanat dhe gjyshet tona, apo jo? Gjithsesi. Fitnessi është një metodë më e re, më moderne e asaj punës fushës. Kështu që tash puna kompjuterike na ka largu nga ajo pjesë dhe ka dalë pas fitnessi që të afrohemi kohës më primitive. Sigurisht. Kadria për momentin është në sezonin më të bukur të jetës së saj. Unë i dëshiroj gjitha të mirat, i dëshiroj një lindje sa më të kollajshme, Kadrijes dhe 300.000 nënave të cilat lindin ditë për ditë. Është një statistikë ku thuhet çdo ditë janë nga 300.000 nëna që lindin. Dhe gjithsesi se forca kolektive e gjithë ative nënave është me secilin nga këto nëna shtatzon dhe i ndihmon në një farë mënyre shpirtërore, spirituale që ato ta tejkalojnë atë brengë dhe atë barë të madhe që kanë atë proces gjatë lindjes. Sigurisht. Unë mendoj të fillojmë njëherë me pjesën e frymarrjes dhe pjesën medituese. Tash si për fillim, do i mbyllim syt, dorën e djathtë ta vendose mamit e bebushi, ndërsa dorën tjetër e vendos në gjoks. Dhe këtu është shumë e rëndësishme të krijohet ajo lidhja nën dhe bebe. Edhe tash si për fillim shkojmë marrim frymë thellë. Mbyllim syt me frymë thellë. Edhe shpras. Me frymë thellë. Me rëndësi është të ndiqet ritmi i frymarrjes dhe të shkishen nga gjitha mendimet tjera. Ta shko me frymë thellë dhe ngadalë përkthele barkun. Desha të them që shumica e nonave gjatë shtazanis janë shumë të kufizuar me pjesën e ushtrimeve, se vetë stomaku i madh ua pamundson të realizojnë do ushtrime. Prandaj ne kena bërë një përzgjedhje të ushtrimeve më të thjeshta. Tash do çohim lart, edhe shkojmë me duart lart, me frymë thellë, ulu, edhe këtu përkthejmë vetë. Sërish me frymë thellë. Shkon në drejtim të barkut dhe përkthej. Mbush maj, edhe ngadalë shpras, përkthej. Me rëndësi është që gjujt t'i keni të drejtuara nga jashtë. Edhe një. Tash pozita tjetër, pozita e karrikës, mbushu me ajër, edhe shpras. Pra, merë frymë thellë, edhe shpras. Afroj këmbën pak më afër. Largoj vritët mbrapa. Edhe një. Tash i hapim këmbët më tepër. Edhe shkojmë në hatën e majtës djathtës. Duart të mbani gjithë në të barku. Përkthej. Dhe në mendjen e ju, gjithmonë përçoni energji pozitive të bebi. Dëshironi asendet më të mira që dëshironi edhe për veten. Edhe tash shkojmë
Zgjatëm e majtës me fundthet edhe shpras. Nga në tjetër. Me fundthet, në qendër shpras. Hapi gjoksin që kemi lartë. Aqë sa mundesh, aqë edhe do ulesh. Nëse s'mundesh, lëvizja ju në tjetë më e cektë. Edhe një. Edhe anë tjetër. Vendosi shuplakat bashkë. Edhe ullën nga ta. Shko majtas, tjahtas. Majtas, tjahtas. Qëndron disa sekonda, 1, 2, edhe shok. Pra, zgjatëm duarta. Mbushu me ajer, edhe shpras. Që kemi parë, mersh në kthe, edhe shpras. Mersh, shprasin, mersh në kthe për ty. Edhe shprasin nga dalë. Unë ju uroj shumë shëndet të gjithë nënave kudo që ndodhet. Shpresoj që na kanë ndjekë nënat, kanë bërë ushtrime me ne dhe shpresoj që ne do të kemi edhe herën e tjera shumë surpriza me Linda. Do të vazhdojmë edhe të kemi edhe një epizod tjetër me nënat shtatzëna dhe shpresoj që janë kënaqur të gjithë. Edhe unë shpresoj të njëjtë, faleminderit për juve. Dhe pra, shikues të dashur, shpresoj që u kënaqët me këto ushtrime të lehta për gratë shtatzëna dhe shpresoj që edhe ju që na keni pa momentalisht keni ushtruar me ne. Deri herën tjetër, mirupafshim. Oh, happy day. Bukur, mbaruam këtu tani me kronikat, do të vazhdojmë për pak minuta edhe me lajme në pak minuta, të cilat vinë nga bota, pasi nuk prekëm asnjë ngjarje ndërkombëtare, dhe pastaj do të shënojmë dhe ditën ndërkombëtare për sot për 24 marsin dhe një tjetër artikull. E shohim lajmin e parë, thot fizikani i Harvardit planifikon një ekspedit në paqësor për të gjetur meteorin e parë ndër ujor. Ujor, jo ujor. Një fizikant i shquar i Harvardit po planifikon një ekspedit në paqësor për të gjetur atë që ai mendon se mund të jetë një objekt alien që u përplas në oqean. Avi Loeb njoftoi se ai po organizon një ekspedit oqeanike për $1.5 milion në Papua Ginia e Re për të kërkuar fragmente të një objekti që u rrëzua në brigjet e ishullit Manus në vitin 2014. Loeb e vuri re objektin në vitin 2019 dhe e identifikoi atë si meteorin e parë ndër ujor të zbuluar ndonjëherë, që do të thotë se e kishte origjinën jashtë sistemit tonë diellor. Sipas Loeb, origjina e sistemit tonë diellor, sipas vetëm pak. Ndërhyjore e meteorit, pra origjina e tij, u konfirmua nga NASA në prill të 2022 nga komanda hapësinore e departamentit të mbrojtjes. Hajde çojmë çfarë do bëjnë. Francë, bashkësisë së Bordeaux si vihet flaka gjatë protestave kombëtare kundër ndryshimit për rritjen e moshës së daljes në pension. Protestuesit në Francë u mblodhen në të gjithë vendin për të demonstruar kundër rritjes së moshës së pensionit nga 62 në 64 vjeç. Sindikatët pretenduan se 3.5 milion njerëz dolën në të gjithë vendin, ndërsa autoritetet sugjeruan se shifra ishte shumë më e ulët, në më pak se 1.1 milion. Portiku të bashkësisë së Bordeaux, ku do të pritet të martën mbreti Charles III, ju vu zjarri të ejtë në mbrëmje. Ava. Lajmi tjetër. Vajza e aktivistit të drejtave të njerëzit ofrohet të zërë vendin e tij në burg. Shëndeti i aktivistit të drejtave të njerëzit Abdulhadi Al-Kvaja është rënduar aq shumë brenda një burgu të Behreinit, shteti në lindjen e mesme, saqë vajza e tij Mariam është ofruar të zërë vendin e tij. Ajo ka frikë se pa veprime urgjente babai i saj do të vdes pas hekurave, pa mundur të shohë familjen e tij. Vaja është një nga aktivistët më të shquar të Bahreinit për të drejtat e njerëzit
Ai u arrestua në pritë të 2011 për përfshirje në protestat pro-demokratike që përfshin mbretërinë. 2 muaj më vonë ai u dënua me burg të përjetshëm. Dhe lajmi i fundit në lajme në pak minuta, asteroidi do të kalojë mes tokës dhe hënës. Një asteroid do të kalojë pa shkaktuar dëme mes orbitës së tokës dhe hënës këtë fundjavë, ndërkohë që u jep shkencëtarëve një shans për të studiuar objektin nga afër. Fluturimet e asteroideve janë të zakonshme, por NASA tha se ishte e rrallë që një objekt kaq i madh të afrohej kaq afër sa do të jetë ky meteori që do të kalojë këtë fundjavë në mes tokës dhe hënës. Mirë, to ishin lajme në pak minuta për ditën e sotme. Kurse 24 marsi shënon ditën botërore të tuberkulozit. Do të çojmë tani të shënojmë dhe ne këtë ditë botërore me disa informacione që lidhen me tuberkulozin. Pra, dita botërore e tuberkulozit këtë vit shënohet në moton "Kërkohen lider për një botë të lirë, një botë pa tuberkuloz". Çdo vit dita botërore e tuberkulozit shënohet në 24 mars dhe ka për qëllim ngritjen e vetdijes në mesin e popullatës për pasojat e rënda shëndetësore, sociale dhe ekonomike që ka tuberkulozi dhe të shtohen angazhimet për t'i dhënë fund epidemisë globale të tuberkulozit. Data 24 mars e shënon ditën në vitin 1882, kur Dr. Robert Koch publikoi se e ka zbuluar bakterin që e shkakton tuberkulozin, me çka ka hapur rrugën drejt diagnostifikimit dhe trajtimit të kësaj sëmundjeje. Edhe përkundër arritjeve të mëdha në këto dekadat e fundit, tuberkulozi vazhdon të mbetet një nga shkaktarët kryesor të vdekjes në mesin e sëmundjeve infektive, që shkakton vdekjen e rreth 4500 personave në ditë. Plani global për zhdukjen e tuberkulozit mundëson udhëzime për luftën kundër tuberkulozit për një periudhë 5 vjeçare. Ky partneritet fillon planin e ri global për zhdukjen deri në vitin 2030. Me këtë plan do të bëhet një përllogaritje angazhimeve për zhdukjen e tuberkulozit, të cilat pritet të bëhen shumë më ambicioze dhe më efektive në 5 vitet e ardhshme, duke ndryshuar në mënyrë drastike mënyrën në cilën zbatohen programet për tuberkulozin. Do të theksohet ajo që është e nevojshme për ta vënë botën në rrugën e duhur, duke realizuar qëllimet e strategjisë globale për tuberkulozin pas vitit 2025. Këtë vit në fokus është zhdukja e kësaj sëmundjeje, jo vetëm në rafsh politik me kryetarët e shteteve, ministrat e shëndetësisë, por edhe në atë lokal me kryetarët e komunave, liderët e komuniteteve të sëmurët nga tuberkulozi, përfaqësuesit e shoqërisë civile, organizatat jo qeveritare, punonjësit shëndetësor, mjekët, infermierët si dhe partnerët e tjerë. Të gjithë mund të jenë lider të angazhohen për ta zhdukur tuberkulozin në vendin e tyre të punës dhe në terren. Dita botërore e tuberkulozit jep mundësi për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për të mobilizuar strukturat politike dhe sociale, e gjithë kjo pra për të zhdukur këtë sëmundje. Vitin që shkoi Organizata Botërore e Shëndetësisë publikoi se 10.4 milion njerëz janë të prekur nga tuberkulozi dhe se në vitin 2016 ka pasur 1.7 milion vdekje, përfshirë dhe 0.4 milion njerëz me SID, me HIV, që e bën tuberkulozin vrasësin më efektiv në mbar botën. Më shumë se 95% e vdekjeve si pasojë e tuberkulozit ndodhin në vendet me të ardhura më të ulta dhe ato me të ardhura mesatare. Kjo sëmundje ka zënë rënje të thella tek populatat tek të cilat të drejtat dhe dinjiteti i njeriut janë të kufizuara, secili nga ne mund të vinë në kontakt me këtë bakterie. Sëmundja përparon më shpejt tek personat të cilët jetojnë në varfëri, tek grupet dhe komunitetet e marginalizuara, emigrantët, grupet tjera vulnerabël. Gjendja në Republikën e Maqedonisë së Veriut është nga 2013, të llogarisën sikur është dyfishuar, tash çfarë të bëjmë? Pra, është regjistruar një prevalencë e tuberkulozit aktiv prej 20.8 në 100.000 banor ose 428 raste. Në vitin 2017, në Republikën e Maqedonisë është regjistruar një prevalencë e tuberkulozit aktiv prej 11.5 në 100.000 banor ose 238 raste. Pra, u paska rënë. Këto shifra janë më të ulta se prevalenca e vitit 2010, që ka qenë 29.8 të sëmurë në 100.000 banor. Ka një rënje të vazhdueshme të numrit të përgjithshëm të sëmurëve për periudhën aktuale dhe prevalenca e shkallës tregon një tendencë të rënjes së vazhdueshme. Mirë, gabova, paragjykova, si jam për herë pesimiste, por ja që ka situata optimiste kësaj radhe.
rastet me tuberkulozë nga viti 2013 janë përgjysmuar në fakt në Maqedoninë e Veriut, dhe e gjithë kjo sepse sigurisht siç tham, kjo sëmundje i prek njerëzit më të brisht, pra të cilët jetojnë në kushte më të rënda shëndetësore, ekonomike. Dhe tani, është dita e 2 e Ramazanit, tham, dhe agjërimi është sigurisht dëshirë e secilit besimtar, por dhe jo besimtar. Tani, duhet të dim se si të sillemi me agjërusit, apo jo? E ky artikull në vazhdim na tregon se si të sillemi me respekt kundrejt njerëzve të cilët agjërojnë gjatë muajit të Ramazanit, kurse pala tjetër nuk agjëron. Por prap sigurisht që duhet të jetojmë dhe të socializohemi bashkarisht, edhe pse nuk mund të ham të pimë së bashku. E tani ato pyetjet e kota që bëhen ose qëndrimet që ja rëndojnë agjërimin agjërusit janë pjesë e këtij artikulli. Të shohim si të sillemi pra me një agjërues gjatë agjërimit nëse vetë nuk agjërojmë. Thot nisi Ramazani, muaji më i shenjtë i kalendarit musliman, por nëse si je musliman ose nëse nuk agjëron, ç'duhet të bësh për të treguar respekt ndaj miqve ose familjarëve të cilët agjërojnë? Minimumi mund të ndiqni këto këshilla. Mund të hash në sy të dikujt që agjëron. Për 30 ditët në vazhdim, muslimanët nuk do të konsumojnë as ushqim as pije nga lindja e diellit deri në perëndim. Por kjo s'do të thotë që jeta nuk vazhdon si normalisht për të tjerët. Mund të hash përpara agjërusit. Tjetra, thjesht përpiquni të mos lini, të mos caktoni një drek ose të bëni plane për gjatë kohës së agjërimit. Nëse kolegu juaj musliman refuzon të vi, tregoni të kuptueshëm. Nuk keni pse agjëroni me miq tuaj musliman. Mundeni nëse doni të shihni se si është, por si jeni të detyruar, edhe nëse marrëdhënia me personin që agjëron është shumë e ngushtë, sepse është shumë personale, shumë intime. Por mund t'ju bashkoheni në iftar. Iftari quhet vakti që konsumohet pasi perëndon dielli. Muslimanët organizojnë darka të mëdha me ndjesi familjare. Mund të bashkoheni edhe nëse ju nuk keni agjëruar, kur ju fton një familje për në iftar. Mos u ndjeni keq nëse nuk keni agjëruar dhe shkoni në një iftar, sepse edhe kjo është një gjest i mirë dhe mund të bëhet, pra nuk është e ndaluar. Pastaj, nuk keni pse informoheni mbi oraret. Ramazani s'është si Krishtlindjet ose festat të tjera të cilat kanë orare të caktuara. Ditët dhe oraret e Ramazanit zhvendosen dhe lëvizin vazhdimisht, pasi kalendari islamik është hënor. Dita e fillimit varet nga dita kur bie hëna e re, prandaj datat ndryshojnë nga viti në vit. Thot, jeni fleksibil. Nëse një koleg ju kërkon të vi më herët nesër apo të largohet më herët, përpiquni të respektoni kërkesat gjatë Ramazanit dhe të bëni empatik. Pastaj, mund të ftoni për kafe miq tuaj musliman sigurisht, edhe pse s'mund të pinë gjë as ujë, s'ka rëndësi ka të shoqëroheni, mund të vi dhe të qëndroj me ju. Thot, por mund t'ju rim pak larg, kur nuk ka asgjë për pjesën më të madhe të ditës, natyrshëm sigurisht që e kemi dhe disponimin më të ulët, dhe edhe për këtë duhet të kemi një konsiderat që personi agjërueshëm është më i mbyllur në vete dhe flet më pak, si thaj Dirama dje. Të ham më pak, të mendoj më shumë, vjet. Pastaj, mund të thoni gëzuar Ramazanin, sigurisht është një urim i sjellshëm dhe tregon mirëkuptim, por mos thoni duhet të agjëroj dhe unë, të humbas ca kile, kjo s'bën të thuhet. Ramazani s'ka për qëllim rënje në peshë. Nëse doni të agjëroni, agjërimi bëhet për të pastruar shpirtin dhe jo kilogramet, dhe nuk duhet agjërusit ose ati që pra, respekton ritin fetar, ti thuhesh dhe të ulësh vlerën e gjestit që ai bën, e rritit që personi në fjalë bën, të thuhesh që do mbaj dhe unë do agjëroj, do mbaj Ramazan të humb ca kile. Edhe kjo s'ka kuptim. Pra disa momente të cilat janë tricky, të themi, ose problematike dhe nuk dim si t'i qasemi personave agjërushëm, ja ku ishin këshillat, bëjuni më solidar, më të kuptueshëm, më empatik gjatë kësaj periudhe, sidomos me personat të cilët janë agjërushëm. Mirë, e tani do të dalemi pak të rubrika e din se, dhe pastaj do të kthehemi me lidhjen e drejtë për drejtë nga Danimarka me gazetarin Adnan Aliti, i cili do të na tregojë për kuizin e diturisë që është mbajtur në Suedi dhe kanë marrë pjesë nxënësit nga disa shtete evropiane, por dhe nga Greqia. Ky kuiz është organizuar nga mësimdhënësit që ligjerojnë gjuhën shqipe në Evropë. Oh, happy day.
Tani është koha të flasim për temën e ditës. Ju lajmërova shumë mëngjes që do të kemi sot në temë mërgjimtarët, nxënësit në fakt mërgjimtarëve të rinj të cilët janë rritur larg vendlindjes së tyre, gjithsesi në shtetet skandinave, por jo vetëm, është organizuar një quiz i diturisë nga ana e mësimdhënësve të cilët ligjërojnë gjuhën shqipe në vende të caktuara të shteteve të huaja dhe kanë organizuar pra këtë quiz të diturisë me pyetje kombëtare, me pyetje nga historia jon, nga tradita jon, se sa kanë ditur nxënësit shqiptar të përgjigjen në këto pyetje dhe kush ka fituar nga skuadrat e Suedisë, Austrisë, Greqisë që kanë marrë pjesë në këtë quiz të diturisë. E kemi tani gazdarin që kanë ndjekur këtë ngjarje dhe ka qenë pjesë organizimit nga Danimarka, Adnan Aliti. Mirë se vjen, mirëmëngjesi Adnan. Mirëmëngjes, ju përshëndes nga Kopenhaga. Si ke qenë, na ka marrë malli? Gjithashtu, i zonat me shumë punë, por megjithatë gjejmë kohë her pas here që të merrem edhe me gazetarinë. Ashtu të përgëzoj për atë quizin shumë i bukur, e pash me vëmendje, më pëlqeu shumë që ky gest fisnik ka kontribuar jashtëzakonisht në socializimin e nxënësve shqiptar mes vete dhe sigurisht rritjes së dijes për çështjen kombëtare. Ishte me të vërtetë ishte një quiz edhe unë, siç e dini edhe ju jeni e përgatitur një dokumentar nga ky ngjarje shumë interesante, ku vlen të theksohet se në atë quiz të diturisë nuk merrshin pjesë vetëm nxënësit lokal, të thotë në Suedi, në Malmö të Suedisë u mbajt ky manifestim, por ishin të ftuar edhe nxënës me përkatësi nacionale shqiptare që jetojnë në Greqi, në Austri dhe në të gjitha qytetet e Suedisë, dhe ishte një quiz mini ndërkombëtar, kisha më thënë, ku në prezencën e arsimtarëve të tyre, ata konkuruan, siç e cekët edhe ju, në pyetje të ndryshme që kanë të bëjnë me çështjen tonë kombëtare, me kulturën tonë kombëtare, me gjithçka që ka të bëjë me popullin shqiptar. Prandaj ishte një sfidë shumë interesante për të gjithë ata nxënës që morën pjesë, kishin ardhur në mënyrë shumë organizative me aeroplan nga shtetet dhe qytetet përkatëse të tyre, në përcjelljen e arsimtarëve të tyre, dhe kanë ardhur në Malmö ku edhe kanë qëndruar disa ditë vetëm e nkaska për të marrë pjesën në këtë manifestim. Shiheshte, unë i takova dhe të gjitha të fëmijë, domethënë të gjithë flitë shqip, shiheshte një entuziazëm i vërtetë, fëmijëve që dëshironin që të manifestojnë dhe të jenë gatshëm domethënë në konkurrencën që i pritte paraprakisht, para se të fillojë testi apo quizi, dhe mandej edhe gjatë quizit i ka pa disa sekvenca të cilët me të vërtet ishin tepër të zhytur në ato pyetje që ishin parashtruara dhe banin çmos që të përgjigjen sa më korrekt aty në pyetje. Por për fat keqe çdo medalje ka dy anët e saj, njëra anë është ajo që fiton, tjetra është ajo që humb dhe sigurisht që edhe fëmijët e kuptuan që është në rëndësi që të merret pjesë në këtë quiz të diturisë, por ndoshta ishte edhe pak rëndësi se kush do të fitojë. Pra stimulimi ndaj atyre nxënësve që morën pjesë ishte jashtëzakonisht i madh dhe këtë e mundsuan organizatorët e mrekullueshëm të Suedisë me në krye arsimtarin Murat Koci, Isuf Bajraktari, mësues, dhe Xhevat Isufi, po ashtu një mësues nga qytetet ndryshme të Suedisë. Qëllimi është shumë fisnik, Adnan, besoj që është qëllimi për të mbrojtur nxënësit nga asimilimi ose nga harresa asaj se çfarë janë dhe kush janë. A organizoni shpesh evente të këtilla dhe shohim se kanë marrë pjesë në fakt goxha nxënës? Po, shumë nxënës ishin dhe prindërit e tyre ishin pjesëmarrës. Ky ishte faktikisht në bazë nga ajo që dëgjuam nga organizatorët, si vetë ka qenë organizimi i shtatë, por jo në këtë formë mini ndërkombëtare, kisha më thënë. Por nga ajo që dëgjuam nga organizatorët, planifikojnë që vitin e ardhshëm domethënë të jetë edhe më përfshirës, ku do të përfshihen edhe nxënës nga shtetet tjera që jetojnë shqiptarët, si Gjermania, Zvicra, Danimarka, Norvegjia dhe shtetet tjera ku potencialisht domethënë mund marrin pjesë dhe pse jo të stimulojmë. Dhe qëllimi sigurisht është që fëmijët të rrezikuar për fat keq që lindin jashtë atëve tonë, të cilët janë një rrezik potencial që ta asimilohen, dhe kjo ndoshta është një formë e vetme që të mësohet gjuha shqipe dhe nëpërmjet të mësimit të gjuhës shqipe ata të mësojnë edhe traditat dhe kulturën e kombit tonë, e cila është shumë e pasur.
Shumë e bukur, ja I shohim bashkë për momentin nxënësit nga Greqia. Dhe kur e pash materialin, I pash se ishe shumë entuziast, shumë pozitiv, shumë e donjin fitoren me patjetër. Përndryshe përveç Greqisë, mori pjesë dhe Suedia dhe Austria, po edhe pse nuk ka rëndësi kush ka fituar, ne vetëm duam ta dim, a janë nxënësit shqiptar krenar me të qenurin shqiptar dhe a duan që të kultivojnë, që të mbajnë origjinën e tyre, sa janë pasionant, sa e ruajnë me vrull këtë çështje? Pikërisht edhe unë këtë pyetjesh disa nga atyre nxënësve që me siguri do ta shihni emisionin. Po, do ta shohim. Paraqitjes tonë. Pikërisht domethënë nxënësit edhe pse disa kishin vështirësi të komunikojnë në gjuhën shqipe, por krenaria e të qenurit shqiptar ishte në zemrat e tyre, domethënë ata e manifestonin në forma të ndryshme. Pra, absolutikisht, jo vetëm ata nxënës, por kudo që I takoj shqiptarët, edhe ata që nuk dinë edhe 2 fjalë shqip të ditë, që kanë prejardhje shqiptare, janë tepër krenar që janë shqiptarë dhe atë krenarinë e tyre, atë shqiptarizmin e tyre e tregojnë kudo që paraqit. Domethënë marrëm edhe themi domethënë edhe Rita Ora apo këngëtarët më eminent të botës që I kemi domethënë janë kudo që paraqiten. Rita Ora domethënë 2 fjalë është asnjë të komunikojë shqip, por I am Albanian, domethënë atë krenarinë e tregon. Dhe kështu ndihet çdo shqiptar që është në diasporë, pa diskutim. Shumë bukur. Përveç mësuesve të cilët organizuan këtë quiz, Adnan kishte ndonjë mbështetje shtetërore, ja shohim konsuj, shohim personazhe të cilat kanë ardhur për mbështetje të paktën ndoshta formale, kështu, po kush e mbështeti edhe financiarisht edhe procesin e organizimit? Nga bisedat që patëm janë do të ketë sigurisht edhe komuna e Malmës apo edhe Landshkronës të cilët e financojnë ndoshta nga pak, por edhe sponsorët shqiptarë të cilët sponsorojnë që të mbahet ky manifestim shumë domethënës për shqiptarët. Por prezenca e konsulit të Kosovës Adrianit në Stockholm është një sertifikacion që domethënë shteti I Kosovës në të gjitha format e përkrave ndoshta edhe financon. Nuk jam në dini për financat, por pse jo mund edhe ta financojë sepse është një aktivitet I mirëfillt kombëtar dhe duhet të financohet edhe për krahas të gjithë. Çfarë pyetje kishte në fakt? Kishte pyetje bazike ose të vështira? Shiko, nga organizatorët e kuptova se pyetjet kanë qenë 200 pyetje dhe janë dërguar para 2 muaje të gjithë nxënësve që të përgatiten. Pra kanë pasur pyetje për gjithë dhe këto kanë pas mundësi që të përgatiten dhe nga ajo që e dëgjuam nga mësueset e nxënësve përkatës që garuan, ata theksuan se fëmijët kanë qenë jashtëzakonisht interesuar që të ulen bashkë me mësuesit e tyre që të mësojnë pyetjet dhe të përgjigjen sa më korrekt ndaj pyetjeve eventuale dhe njëkohësisht interesimi I tyre ka qenë duke u thelluar se pse kështu apo pse ashtu. Dhe se në këtë mënyrë duke diskutuar ata arrin që të dinë për shembull se kush është Nana Tereza, kur ka lindur Skënderbeu, kur ka filluar lufta në Kosovë, kush është Adem Demaçi, sa shkronja I ka alfabeti I gjuhës shqipe, kush është Gjon Buzuku, cila është vepra e parë shqipe e mbajtur me domethënë në historinë shqiptare, lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore, partitë politike, shqiptarët e Maqedonisë, qytetet shqiptare në Maqedoni u përmendën, kush janë faktorët që I kanë ndarë shqiptarët në kaq shumë shtete që jetojnë sot e kështu me radhë. Pra, në mënyrë direkte dhe indirekte fëmijët implikohen me një realitet sa krenar, por edhe të hidhur sa I përket asaj që kanë përjetuar shqiptarët në botë. E bukur, ja e shohim të gjithë janë shumë entuziast dhe je duke I pyetur ja përsëri edhe grupi Selanikut. Vetëm për kuriozitet, kush fitoi Adnan? Fitoi grupi I Landshkronës, qyteti I Landshkronës që është 50 km në veri të Malmës, me në krye arsimtarin e tyre Isuf Bajraktari, I cili ishte edhe në komision. Pra, nxënësit e tij fituan dhe ai jep intervistë në emisionin tonë ku shifet qartë se si kanë domethënë si ndihet ai ndihet me vërtet krenar se thotë që ka punuar gjatë gjithë kohës që nxënësit e tij të jenë sa më të ditur dhe sa më të njohur me kulturën shqiptare.
Na vjen shumë mirë kur dëgjojmë se ju shqiptarët në mërgim që jeni dobësia jonë, që jeni më të dashurit tonë, jeni mirë dhe po e ruani, po e mbroni njëri tjetrin. Shumë më vjen mirë Adnan të përgëzoj edhe për ty dhe do dëgjohemi me raste të tjera, besoj se shpeti dua të bisedojmë për realitetin shqiptar në Suedi tani, pas gjithë tyre viteve që s'kemi folur. Patjetër, të vuta me gjithë dëshirë, ju përshëndes dhe të gjithmonë në disponimin tuaj sa herë që do të më mësoj koha. Shumë faleminderit. Ju përshëndes juve, të gjithë teleshikuesit dhe uroj urime Ramazanit të gjithë juve që agjironi dhe shpresoj të shifemi për festën e Bajramit atje. Gëzuar edhe për ty, shpresoj Adnan, punë të mbarë, faleminderit shumë që erdhe. Që erdhe për me Skype-it. Adnan Aliti, gazetari nga Danimarka, i cili ka ndjekur këtë kuizin e diturisë të organizuar në Suedi, i pam pakës pamje derisa bisedonim, tani do ta dëgjojmë se për çfarë bëhet fjalë, si janë fëmijët e mërhirtarëve, sa e duan Shqipen, sa e duan kulturën e vet, sa duan ta ruajnë kështu me radhë. Unë emocionova kur e pash, besoj që do të emocionoheni edhe ju dhe siç thash dhe Adnanit, më gëzon shumë fakti që e mbrojmë njëri tjetrin edhe kur jemi larg vendlindjes. Do ta lëshojmë tani materialin nga Suedia, kuizi i diturisë organizuar nga mësimdhënësit e gjuhës shqipe për të mësuar nxënësit e disa shteteve evropiane në fakt që kanë marrë pjesë për informacionet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me kombësinë tonë, pra me historinë tonë shqiptare, me traditat e gjitha ato që dëgjuam dhe Adnani. Unë ju uroj një vikend të këndshëm, të kënaqeni sa më shumë dhe agjërim të lehtë sigurisht dhe do që jemi të hënën më në orën 8 të mëngjesit. Mirupafshim. Oh, happy day. Të nderuar teleshikues, ju përshëndesim në këtë çast nga Malmö e Suedisë, ku pas me jeni duke pasur është duke zhvilluar kvizi i diturisë të organizuar nga mësuesit e gjuhës anëtare në shtetet përkatëse të cilët vinë nxënës për të konkurruar këtu. Vlen të theksohet se ky kviz ka një karakter ndërkombëtar, mini ndërkombëtar kisha më thënë, sepse vinë nxënës nga Greqia, nga Austria dhe nga Suedia. Kryetari i shoqatave shqiptare këtu në Suedi, Murat Koçi dhe ekipi i tij e kanë organizuar këtë manifestim dhe ekipi realizues i Radio Televizioni Zëri Kosovës kemi ardhur këtu për të përcjellë punimet këtu dhe njëkohësisht për të sjellë për teleshikuesit tanë për gjithçka që do të ndodh gjatë ditës këtu në Malmö. Njëkohësisht në fund të kësaj përgjigjes tonë do t'ju njoftojmë edhe për fituesit e këtij manifestimi ku është parabarë që të ndahen edhe çmime për të gjithë fëmijët të cilët do të fitojnë vendin e parë, të dytë dhe të tretë. Mirëdita dhe mirë se keni ardhur këtu në Malmö të Suedisë, në këtë event kulturor e pedagogjik të shkollës shqipe. Mirë se keni ardhur në kuizin e diturisë Suedia 2023. Pas intonimit të hymnit ton kombëtar dhe hymnit të Kosovës, prezantuesit e mbrëmjes mësuesja Hava Limani dhe Xhevat Isufi prezantuan programin ditor. Më pas, prezantuesit prezantuan pjesëmarrësit në këtë manifestim diturie të ardhur nga disa qytete të Greqisë, të Austrisë dhe të Suedisë. Të gjithë pjesëmarrësit përfaqësoheshin edhe nga mësuesit e tyre. Në këtë garë diturie kanë ngaruar 1. Ekipi përfaqësues nga Selaniku e Greqisë, nga shoqata e emigrantëve shqiptar Nëna Tereze me mësueset Jonida Mema, Marinela Kozari. 2. Ekipi nga Selaniku, Greqi, shoqata Progres Eva Paloka. 3. Athinë, Greqi, lidhja e mësuesve shqiptare në Greqi me mësuesen Clarita Selmani. Numër 4, nga Vjena e Austrisë me mësuesen Desara Gjonaj Beqari. 5, Vjen, Austri me mësuesen Antigona Elshani. 6, Strafan Sport, Suedi me mësuesen Lumnie Kajtazi. 7, Göteborg, Suedi me mësuesen Fatmire Bunjaku. 8, Karlshamn, Suedi me mësues Burhan Kuçin. 9, Malmö 1, Suedi me mësuesen Valbona Hoxha. Numër 10, Malmö 2, Suedi me mësuesen Siria Gashi. Malmö 3, Suedi me mësuesen Shpresa Abdiu Shatri. Malmö 4, Suedi me mësuesen Teuta Nikezi.
Malme 5, Suedi me mësues Murat Kocin, Landskrona Suedi me mësues Isuf Bajraktari, Laholm Suedi me mësuesen Hava Limani dhe Engelholm Suedi me mësuesit Gjevat Isufi e Zoja Skendere. Vërtet knasi i kemi 17 ekipe garuese se mbajmë mendën një herë studi që kemi pasur ka shumë. Falenderit që kemi gjetë kohë dhe që janë bashkë me ne, një të shtumun, ku zakonisht ne i kushtohet familje ose aktiviteteve të lira. Ta quajmë këtë kështu edhe këtë pasdite edhe mbrëmje si aktivitete të lira. Aktivitete të lira me karakter kombëtar. A pajtohet? Uroj që të fitoj me i miri, po fitu si jemi qysh tash të gjithë, fitu si jemi edhe ne. Falenderit shumë edhe për të. Sot, po më vjen shumë mirë gjatë kohës para se të fillu, takova sa mësuese prej shteteve ndryshme, prej Vjenës, prej Athinës. Është kënaqësi që e kemi bë një Shqipëri të vogël sot në madh. Kuptimin të vogël është një sallë e vogël. E kemi mbledhur 5 qytetarë. Pas prezantimit të garuesve, ata zuan vendet e tyre dhe gara filloi. Quizi i diturisë Suedia 2023. Vlen të theksohet se të gjithë nxënësit kanë pasur mundësi që të përgatiten për këtë test pavarësisht të një muaj dhe ata kanë pasur në disponim 200 pyetje të mundshme të cilet do të bien gjatë këtij manifestimi. Këtu, gjatë garës dëgjuam pyetje që kanë të bëjnë me çështjen tonë kombëtare, me historinë tonë kombëtare, me kulturën tonë kombëtare, kishte pyetje të formës cila është gjuha e ilirëve, ose për shembull në cilin vit është bë unifikimi dhe standardizimi i gjuhës shqipe, ose kur ka vdekur Skënderbeu, sa dialekte ka gjuha shqipe dhe cilët janë ata, cilët vise shqiptare mbeten jashtë trojeve shqiptare. Cilët janë lumeniot kryesor të Kosovës? Kush është autori i romaneve Vjetori i shqetësuar dhe dikush më buzëqeshte? Çka kuptojmë me fjalën natalitet dhe mortalitet? Është tekst i formuar se pa gëzimi. Historia për mua Shikohet tani kemi arritur deri te fundi i këtij quizi ndërkombëtar që vijnë ekipe nga më të ndryshmet dhe në këtë çast dëshiroj që t'i prezantoj të gjithë finalistët e parë të kësaj konkurrence të parë. Do të filloj prej këtu. Shkojmë si quhesh ti? Unë quhem Ema Shala. Ema Shala. Unë quhem Leandra Gjone. Unë quhem Adela Shala. Unë quhem Leo Gjone. Unë quhem Aron Shala. Dhe ekipi juaj si quhet? Vjena dhe Sara. Calling. Let's go. Shkojmë tutje. Ekipi tjetër, si quhet këtu? Selanikni. Selanikni dhe jemi të parë. Jemi të parë dhe do fitoni vendin e parë. Po, do të fitojmë. Kena me që kubeni. Ashtu. Atëherë, emni? Romeo Ndreshaj. Tjetri. Laerti. Tjetri. Mateo. Kevin. Oliger. Dhe zonja? Mësuese Almira Gjini. Almira, si ka mundësi që ju e keni përgatitur një ekip shumë bukur këtu? Ka përgatitur, ka punuar më shumë mësuesja Jonida Koçi. Jonida Koçi, e cila është Marinela. Mësuesja Marinela. Nxënësit janë shumë të përgatitur, domethënë dhe i urojmë si fitor. Urojmë suksese, nuk do t'ju pengojmë më shumë dhe këtu kam me Gresela. Dhe ekipa tjetër, si quhet? Landskrona. Landskrona 1. Jo, Landskrona. Landskrona, si e keni? Arlind. Blen. Rumejsa. Erza. Eleona. Ermelina. Ermelina dhe të gjithë janë të këto të cilët do të konkurrojnë në finale të këtij evenimenti të mrekullueshëm që janë organizuar dhe ti si e patë? Unë quhem Liri Sofia Molla. Sofia Molla dhe ti, me cilin ekip je? 1, 2, 3? Göteborg. Vetje? As mësuese. Me mësuesëm, s'ke? As mësuese.
mësuesja kishte një fatkeqësi, i ka vdekur një e afërt, edhe nuk mundej të vinte sot as ata 2 djemt e tjerë, kështu që jam vetëm. Na vjen keq shumë. Por megjithatë ti do ta inkuarojosh me suksesin e radhës, apo jo? Je gati? Për fitore. Pas një dite të gjatë me konkurrencë të fortë dhe entuziazëm të shkëlqyeshëm të nxënësve që ishin prezent në këtë garë, arritëm edhe deri tek fundi i këtij manifestimi ku vendin e parë e mori Landskrona e Suedisë me arsimtarin Isuf Bajraktari, vendin e dytë e fitoi Vjena me mësuesen Desara Gjonaj Beqiri, vendin e tetë ekipi i Göteborgut me arsimtaren Fatmire Bunjaku dhe vendin e tretë e zuri Selanik Nishi me mësuesen Jonida Koçi. Në vazhdim, ju shpërndan kupa përfituesit, kurse medalje për të gjithë pjesëmarrësit në këtë manifestim. Ekipi ynë në vazhdim do të intervistoj mësueset pjesëmarrës në këtë manifestim. Fillimisht do të bashkëbisedojmë me përfaqësuesit e Austrisë. Të nderuar teleshikues, paraqitjet tona nga Malme, nga kwizi i diturisë, dhe këtu takojmë një arsimtare nga Vjena, ka ardhur. Trajseni. Trajsen? E cila gjendet në? Në mes Vjenës dhe qytetit Linzit. Dhe ju quheni? Antigona Elçani. Arsimtare e? Gjuhës shqipe, domethënë, gjuhës antares. Antigona, ju keni ardhur me një ekip këtu? Po. Për të konkuruar në Malme. Kuptohet, po. Si ka mundësi kaq entuziazëm i madh për të ardhur nga Austria deri në Malme për një konkurrencë të tillë? Është domethënë një udhim kogja i gjatë, kogja ka marrë kohë dhe mund. Mirë, po vullneti nxënësve që i kanë shprehë dhe dëshira për me marrë pjesë domethënë në këtë garë diturie, më dha vullnet edhe mora kohën edhe vendosëm që të vim. Edhe konkurojmë. Dhe sa nxënës ju sollet me vete? Vetëm 3 nxënës. Dhe si kaloi ekipi juaj gjatë? Mirë shumë. Me rëndësi është përvoja, ajo është mësim për neve. Pikërisht. Dhe në fillim u tha konkurrencë, me rëndësi me marr pjesë, pak rëndësi ka kush fiton. Ajo për neve ka qenë prej fillimit me dije, domethënë kemi pas që mësojmë me përvojë, takohemi domethënë me konkurrent tjerë, me kolegë tjerë, ajo ka qenë ajo kryesore. Dhe si janë kushtet e mësimit në gjuhën shqipe në Austri? Ju financon autoritetet shtetërore apo me vetë vullnetin tuaj e bani një punë? Neve na financojnë autoritetet shtetërore fatmirësisht. Që to që ju mundsojnë që domethënë që gjuhë amtare, që fëmijët të mësojnë edhe në gjuhën e tyre amtare. Po, shumë e vërtetë është. Dhe jeni tepër të kënaqur apo jo? Po, patjetër. Faleminderit. Në krahasim me gjendjen financiare të mësuesve që jetojnë dhe veprojnë në Austri dhe që ligjerojnë gjuhën shqipe për nxënësit shqiptar në Austri, gjendja ishte paksa dramatike kur është në fjalë gjendja e mësuesve shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë në Greqi. Duke qenë të diskriminuar në shumë aspekte nga autoritetet shtetërore, ata ankohen se nuk janë të financuar nga shteti grek dhe se të gjitha aktivitetet e tyre, sa i përket mbajtjes së ligjeratave të gjuhës shqipe në Greqi, bazohet vetëm në baza vullnetare. Për të dëgjuar hollësisht se çka dhe si është gjendja e mësimit në gjuhën shqipe në Greqi. Atëherë përshëndetje, unë jam Jonida Mema. Jemi grupi Selanikut, vim nga Greqia dhe kemi ardhur me një entuziazm, një dëshirë tepër të madhe për të marrë pjesë në kuizin e diturisë. Pse jo dhe me fituar vendin e parë, por fatkeqësisht kemi fituar vendin e tretë, por ato çka i them edhe nxënësve rëndësi kishte që ne morëm pjesë, njohën bashkëdhetar të grupmoshave të tyre, u njohën me vendin, me Suedin. Edhe sigurisht ato përfituan shumë njohuri duke mësuar pyetjet nga kuizi i diturisë. Është një eksperiencë tepër e bukur që besoj që të gjithë u kënaqën, të gjithë shijuan, edhe unë ju falenderoj shumë. Ne kemi ardhur për të luftuar, për të marrë kupën, me nimin e Zotit. Të gjithë kemi punuar shumë. Të gjithë jemi një grusht, si ky grusht nuk dohet. Ne jemi bashkë. Jemi si një familje. Si kjo familje me hum dikan,
gjithë. Në cilin qytet jetoj? Unë jetoj në Selanik. Në Selanik, bashkë me mësuesin. Unë kam marrë pjesë disa herë në konferenca që janë mbajtur në Malmo, në konferencën e mësuesve, dhe duke marrë një ftesë nga shoqata e Lirias që do të mbahet kuizi diturisë pikërisht me 11 mars, pra sot, unë e shpreha si ide tek nxënësit, e bashkë biseduam dhe me një herë sa po ju kam thënë, ato shfaqën një entuziazm të papar. Mësuese ne do marrim pjesë, thash po mësuese, po kemi pak përgjithësi, do mësojmë edhe pyetjet, do të thënë ka dhe një punë pas, nuk është vetëm dëshira. Sa kohë ju ka dash të përgatiteni për këtë eveniment? Po një muaj gjysmë maksimum. E kuptuam se autoritetet shtetërore në Greqi nuk jo financojnë gjuhën shqipe dhe ju në baza vullnetare e bëni gjithë këtë punë. Po, është shumë e vërtetë. Atëherë mësimi i gjuhës shqipe në Greqi organizohet në këtë mënyrë, në bazë të shoqatave. Ne jemi shoqata Nën Tereza në Selanik, një herë në javë. Çdo të shtunë, fëmijët, nxënësit vinë pranë ambienteve të Universitetit Aristoteli, dhe bëjmë mësimin e gjuhës shqipe nga ora 3 deri në 5. Është vetëm një herë në javë dhe është në baza vullnetare. Dhe këtu takojmë pikërisht të fëmijë që kanë ardhur domethënë nga Greqia, të cilët flasin shqip, shkojnë në shkollë shqip atje dhe kanë ardhur në Malme që të konkurrojnë në një quiz fenomenal të cilën ne e përcjellim sot. Atëherë, urime për edhe mirë se erdhët në Malme. Faleminderit. Si e ke emrin? Angelo. Angelo, mbi emrin? Liço. Liço. Bukur, si quhet mësuesja jote? Clarita Selmani. Shkoni në shkollë në gjuhën shqipe, shkoni në shkollë atje? Po, bëjmë 6 vjet gjuhë shqipe. Aha. Kemi në shkollën greke. Po ndyshe greqisht shkoj shkollë. Po, shkollën greke bëjmë Rregullisht. Klasa, cila klasë? Viti 2 në gjimnaz. Në gjimnazie dhe do të vazhdoj shkollimet atje? Po. Këtu në Malme si duket? Shumë mirë. Kyezi, i di e pyetjet? E dija të gjitha. Të gjitha, dhe tani ekipi juaj ku keni me? Champions League? Humbëm në ekipin e parë pse bëm 2 gabime. Okay. Atëherë do të vazhdojmë tu që ti prezantojmë edhe fëmijët tjerë. Jo, ti si quhesh? Nadia Liço. Nadia Liço. Çfarë klase shkosh në Greqi? Klasën e 9. Në gjuhën greke? Në gjuhën greke. Në cilin qytet Greqisë jeton? Në Athinë. Në Athinë, kryeqytet. Dhe shqipen e flet? Po, shumë mirë. Sepse prindet ju mësojnë të flisni shqip? Deri në moshën 4 vjeç flisja vetëm shqip dhe pastaj shkova në shkollë, por dhe tani flas shumë shqip. Edhe mësoj. Po, kur dhe mësuesja shqiptare është dhe ju mëson, sa herë në javë shkoni në shkollë shqipe? Ne bëjmë një herë në javët të dielave nga 2 orë. Po. Dhe ti si ke emrin? Unë jam Sidorella Kristo. Dhe dëgjuam nga kjo shoqja jote, tha 2 herë në javë të mësoni gjuhën shqipe atje. Dhe çka mësoni ose një herë, 2 orë në javë. Okej. Dhe çka mësoni tu? Çka mësojnë ato mësuesit atje çike? Çka? Histori, mos u mbojmë por gjuhën, edhe gramatik. Dhe ky quiz këtu si ishte? Ju ishin pyetjet e rënda? Jo. Mësuese, si quhesh ti? Clarita Selmani. Clarita Selmani, dhe keni ardhur me nxënësit e juaj? Përfaqësues të lidhjes mësuesve shqiptar në Greqi. Por megjithatë ju jeni mësuese atje. Mësuese jam. Dhe si arrini që ti mësoni fëmijët, të cilët veçanërisht që kanë lindur atje, e keni vështirë që ti mësoni që ta kultivojnë dhe ta mbajnë gjallë gjuhën shqipe atje? Vështirësi e parë se ne nuk kemi as ambiente as ndihmë asgjë. E vetmja gjë që kemi janë librat që na jepen nga shteti, s'kemi absolutisht asnjë ndihmë tjetër. Dhe ju si mësuese në baza vullnetare funksiononi atje? Në baza vullnetare. Dhe as shteti nuk ju ndihmon asnjë. Përpjekje për të gjetur ambientet, përpjekje për të krijuar klasat, përpjekje për të gjetur nxënës, përpjekje për të luftuar racizmin, përpjekje për të luftuar egoizmin, gjithçka që ndodh e bëjmë vetë personalisht. Domethënë e kuptoj domethënë nga ajo që tha që është një diskriminim shumë dimensional nga shteti grek, e cila nuk është vetëm nga shteti grek. Ne nuk presim nga shteti grek. Ne duam mbështetjen e shtetit shqiptar. E cila
e cila është diku që nuk na plotson ato që nuk mundet, nuk e vë. Arsye financiare apo janë probleme. Ajo është çështje që unë nuk mund ta diskutoj, se nuk jam as diplomat, as politikan. Unë dua atë që kam nevojë, të më krijoj mundësitë që unë t'i jap mësim. Dhe ju furnizojnë me libra për shembull? Na dërgojnë libra. Ka disa vjet që furnizohemi, është një bashkëpunim midis Ministrisë së Kosovës dhe Shqipërisë që votojnë librat për diasporën dhe na dërgojnë. Gjuha dhe kultura shqipe. Në cilin qytet veproni ju? Unë jetoj në Kret, në Ishull. Fëmijët janë nga Athina. Nga Athina. Ju keni klasat tuaja aty në Kret? Sigurisht kemi klasa. Kreta është dhe Ishulli që ka ndoshta lë një hapësirë kurset më të fuqishme dhe më shumë nxënës. Kemi organizata shumë të fuqishme, kemi bashkëpunojmë me organizatat shqiptare në Greqi, me gjithë organizatat, ata na ndihmojnë për fëmijët, për shkollat, dhe për gjithçka që mundemi. Domethënë është një bashkëpunim reciprok, bashkëpunim vullnetar dhe aktivistësh. Nuk ka asgjë nga ana monetare apo nga ana nuk kemi të tilla. E përpiqemi. Është një përpjekje e përgjithshme. Atëherë një luftë e mrekullueshme e kategorisë më të fuqishme të trungut shqiptar, mësuesit dhe mësuesit janë ata që trasojnë rrugën e gjithë këtyre fëmijëve për një rrugtim sa më të bukur dhe sa më të lehtë. Ne nga Kreta ju urojmë shumë shëndet Kretas dhe të gjithë juve që jeni. Do të kalojmë në Athinë dhe të vazhdojmë të pyesim edhe fëmijët tjerë se si e përjetojnë Malmën dhe si quhesh ti? Denis Velaj. Denis Velaj. Ishte në test? Si kalove në test? Shumë mirë. Shumë mirë. Ishtë pyetjet e rënda? Jo, po i dinim, po... E nga trove dhe njerë suste? Bëm 2 gabime, po nuk ka gallë. Ok, çfarë klasë shkon përndryshe në Greqi? Klasë 9. Klasë 9, bukur, shëndet, urime. Shumë, të që si quhesh ti? Përshëndetje, jam Feder Ahmeda Biraku. Bukur, çfarë klasë je? Në klasë 9. Klasë 9, në cilin qytet jeton? Në Athinë. Në Athinë, ke lindë në Athinë? Kam lindë në Athinë, po prindrit i kam nga Shqipëria. Nga cili qytet? Maman e kam nga Tirana, edhe babin e kam nga Skrapari. Dhe shkonin vizitë Shqipëri? Po, shkojmë çdo vit. Dhe të nishim në Skrapar në gusht. Edhe mund flas në shqip që kur ishe vogël, derisa shkova në shkollë. Dhe je krenare që flas shqip? Dhe se je shqiptare? Jam krenare sepse ku do të shkoj me prindrit e mi flas shqip. Edhe në shkollë, më thënë, po erdhën prindrit e mi, do flasim shqip. Uroj shëndet, suksese. Ti si quhesh? Unë përshëndetje, unë quhem Lioner Nuraj edhe jam nga Iqja dhe jam lindur në Athinë. Je lindur në Athinë. Çfarë klasë shkon? Klasë e parë gjimnaz. Klasë e parë gjimnaz. Ke zgjedhur ndonjë drejtim? Po, kam zgjedhur që të bëhem mekanolog. Inxhinier i maqinerisë. Po. Dhe si kalove në quiz? Shumë mirë. Ishte mund jetë, ishte një çik i faj im që kishim humbur sonte. Dikush duhet bëjë faj. Dikush duhet jetë sebeb të fitoje, dikush duhet jetë sebeb mos fitoje, kështu e ka kjo punë. Por megjithatë, mirë që keni ardhur këtu, kaloni sa më bukur këtu në Malmë dhe kënaqeni këtu derisa të tjerë. Do të bëjmë. Nga Selaniku në Athinë, Kreta, tani në vazhdimin e bisedës tonë do të bisedojmë tani me mësuesen Fatime Kuqi, por njëkohësisht edhe nxënësit të cilët kjo mësuese mundohet që t'i mësojë në gjuhën shqipe. Zonja Fatime, mirë se erdhët në programet tona. Ju faleminderit. Apo na tregoni çfarë organizimi kemi sot këtu në Malmë? Për nder të 7 marsit, ditës së mësuesit, na kemi organizuar një quiz të diturisë, edhe jemi shumë të kënaqur. Këtu kanë marrë pjesë shumë shkolla nga Suedia, kanë marrë pjesë edhe nga Greqia edhe Austria. Kështu që Malmë është hera e parë që po organizojnë këtë kurs, këtë quiz, edhe jemi shumë të kënaqur, edhe pse vendet e para si kemi nxënë, po për ne është vendi i parë edhe më shumë ka vlerë se sa cilin vendet të nxojnë fëmijët. Pikrisht, edhe mesazhi ishte në fillim që të gjithë janë fitues. Do të thonë mjafton që të marrë pjesë në quiz dhe ju këtë profesionin e mësueses e ushtroni gjatë kohë këtu në Malmë? Që 23 vjet jam mësuese këtu në Malmë. Sa bukur. Dhe ke ndryshuar, ke mësuar gjenerata të ndryshme kanë. Gjenerata të ndryshme i kam mësuar, tash mësoj fëmijët e nxënësve të mi të parë. Të parë. Sa bukur. Ti gjeni? Unë quhem Unida.
Nga je, për ndryshe? Nga Gjilani në Kosovë. E di se ju jeni suedes, unë e kuptoj se keni jetu në Suedi, keni lind në Suedi, por unë kam lind në Suedi. Ke lind atje në Kosovë? Po. Bukur shumë. Dhe çfarë klase je? Klasën e 8. Sot ishit në quiz të diturisë të traditave shqiptare. Si kaluat? Shumë bukur, ishte kënaqësi. Nga i mësuat këto, nga e fitoni këtë dije që të konkuroni në quiz? Keni lezuar shumë? Po, kem mësu para se me ardhë me bo quizin. Ja, jem pregadit. Shumë mirë. Dhe je kënaqet nga mësuesi? Ja, shumë e kënaqem. Faleminderit shumë. Do të shkojmë to që si e kemi një bukurosh. Arjam Luto. Arjam Luto. Ke lindër këtu në Malme? Po. Dhe ishë në quiz? Po. Si kalove? Shumë bukur. Shumë bukur. Çfarë klase je për Në 7. Klase 7. Po. Në gjuhën suedeze. Se a shkojni në Shqip? Gjuhën Shqipe mësoni te? Po, Fatimia. Fatimia, dhe sa herë në javë shkojni në gjuhën Shqipe? Një herë në javë? Një herë në javë. Po, sa orë shkojni? 2. 2 orë. Po. Çfarë ditë shkohet? Në premten. Çdo të premte, nga ora sa? Nga ora 3. Nga 3 deri në 5 jeni te mësuese Fatimi ju mëse. Po. A duket rënd, më shkoni mos i keni qenë një javë të rënd kështu në gjuhën, më thonë me kënaqësi. Po, me kënaqësi. Bukur shumë. Shumë mirë. Ti si e kemi? Erian. Erian, sa vjet i ke? 14. 14. Shkon shkollë Shqip? Po. Dhe je i kënaqur që din klasë Shqip? Po. Edhe ti njësoj si shoku jut me një klasë shkoni aty? Mas në premteve në prej orës 3 deri në 5 shkoni gjuhë Shqip, apo jo? Dhe çka mësoni aty kur shkoni në klasë? Kur shkojnë ato mësojnë për historinë e kombit. Po, për historinë, gjeografinë edhe për shtetet e Kosovës. Elmira Vrisha. Elmira, dhe ti shkon po ashtu në shkollë Shqipe? Po. Çfarë klase je për ndryshe? 8. Klase 8. Po. Dhe shkollë Shqipe shkon te mësuesja Fatime, apo? Apo je në Malme? Po, Malme jam. A ke mësuese tjetër për gjuhën Shqipe apo ke? Kena një, shka kemi shpresa. Dhe më në tjetër arsimtar, si kemi mësuesen Fatime. Po. Dhe sot ishit në quiz të diturisë. Si kaluat? Si kaloi ekipi juaj? Valla, po mirë. Po mirë. Jeni kvalifikuar? Po. Dhe tani kena u. A keni u? Po. Edhe kjo është sukses. Tash më rëndësi është marrësh pjesë, tash dikush do hupet, dikush do fitojë, dhe kështu e ka jeta sportive, garat këtë punë kanë. Megjithatë ti buzëqesh. Oh, happy day.